tutje t'jemi, mirë mëngjes edhe një herë. Mirë mëngjes e Gonxhe, po duke shumë bukur. Faleminderit shumë, po e presim dhe Blerinën të bashkohet me ne, slash duke u bërë gati dhe na i lirim ish banorit që tash më ka dalë nga shtëpia, do t'jetë përmes një lidhje direkte. Sa po ta kemi besoj që edhe regjia do t'na informojnë. Mirë, qëfar ka ndodhur mbrëm? Një zarf i kuq, pak a shumë i ka trazuar banorët aty brenda? Tjetër që po Gonxhe filluan me akuza ndaj njëri tjetrit për çka mundet me qenë ky zarf, deri sot në prime në fakt nuk mundet me u ditë specifikisht për çka. Vlen më përmend që ka shumë raste kur mundet me qenë ose për kë mundet me qenë ky zarf, sepse për shumë çka ka eskaluar debati shumë shpesh, pra gjua e përdorën brenda shpesh ka ditë me qenë. Kështu që unë mendoj që mundet me qenë për shkak të gjuhës kryesisht, se ka qenë labinotit me gjast, jom të tutut që labinotit me disa prej gjana, me disa prej sjelljeve e ka të pru, jo pëtuna që e ka të pru, edhe mundet... Nuk pëtuna e që ka të pru, veç labinotit ka të pru shumë. I ka të pru me... Mendoj që është shumë i toleruar dhe ndoshta nuk do t'ishte zarfi i kuq, që do t'i dilte hakësh zarfi i zi me asgjë që po e përdor. Po thu. Nështë veç është në farë nominimi, në menoj i përhershëm ose nominim diçka e tillë që mundet me qenë. Po, sigurisht nuk ka me qenë diçka fatale, jo, nuk mundet me ikë labi ka qertë. Mirë mëngjese. Jo, labi ishtë dasht me ikë shumë herët, ishtë dasht me ikë... Një ose ishtë mësë me u futë, për mu jomë. Sepse loja e ti është shumë acaruse edhe për shikusit. Qka do të thotë ky zarfi i kuq, a ki idim? Zarfi kuq ka njëherë në nënkupton edhe paralajmërimin, po që mundet me qenë në një dënim specifik për ndo një banor aty, edhe është e vërtet, për shkak se që shë përmenda më dyshimet e krejt banorëve, në fakt edhe jashtë është për labin, mundet me nga surprizu me qenë edhe për ndokën tjetër, se i kemi po ka njëherë që i ku ndoshta mund të jetë avantazh, mos ta shohim si të tillë, sepse jo çdo herë zarfët din të penalizojnë. Varsisht për ngjyrës, besoj që do t'jetë në ndonjë dënim. Po që shka qenë ngjyrat në të kaluara? I bardhi është si lloj avantazhi, i ziu nënkupton eliminim ose nominim direkt, po në shumicën e rasteve eliminim. Po që i zi hint ashtu. Edhe i kuqi ka njëherë i bie sikur lloj paralajmërimi ose nominim i përhershëm, e kemi pa në disa raste ka qenë për disa banorë specifik. E për kam vënë atë që? Edhe unë po besoj që është për labin, duke qenë se tash banori më aktiv në shtëpi është labi, po aktiv për keq. Nuk isha me thonë që është shumë aktiv, sepse nëse shohim gjatë ditës ka shumë të tjerë që janë aktiv, po me acarimet e ti ndoshta e merr krejt vëmendjen edhe tek banorët aty brenda. Unë mendoj që mund t'jetë për Elionën. Pse? Sepse zarfi kuq ndonjëherë mund t'jetë edhe paralajmërim që mund të ndryshoj kthesën dhe ndoshta për shkak të gjuhës që labi ka përdorur ka qenë të mërshme ndaj saj. Mendoj që Eliona ndoshta ka të drejtë të informohet nga ajo se çfarë po ndodh. Besoj mund të jetë një informacion për Elionën, një kontakt me familje, diçka e tillë, kështu është të paktën. Ka mundësi. Nëse nuk po i pengon vëllai të madh sjellja e labit. Debati dhe ka eskalu edhe ka këti pa nevojshëm. Do me thonë, labinoti ka flajt, ka fol në gjumë, gjatë kohës që ka qenë flajt, edhe Eliona e thirë për gjumit të thëtë pse e të fol a jenë regull, edhe kë fillon dhe me thonë me sha, për me një kur me thonë me sha, shpesisht t'ja përmen nanën e vdekun e shumë qka tjetër, krejtësisht pa nevoj, ka ndodhë djene se s'ka bëj. Dhe me thonë, krejt ka eskalu qashën debati, kështu që për me një në rjetë kryesisht, kur u publiku edhe video e zarfit të kuq, kryesisht që kjo ka komentime. Po, ama dhe në këtë rast me ju kap një personi pëse po flet në gjumë në një gjendje të pavetdijshme është sa një ma i kotë dhe absurd. Nuk i përmene nana e vdekun dy qysh dikujna, pse? Se ja kanë zirë gjumin, pse u konë të folë në gjumë, më këmë të thonë, jënë të farë një vere, shumë prapë këmë thonë, në Elionë nuk është që kam qatë qef, ama prapë se prapë, adi nuk ka... Se pëlqen lojën e Elionës, mi po në aspektin personal, ne nuk mund të gjykojmë Elionën. Ashtu të menzi e pritë rastim, ja përmenë në shakit rastin e saj, adin ashtu të tentu se cilë në situatë, vesh me thonë diçka që më ju kapë në asë specifik. Labi nuk po ka asë në limit edhe po kalon për te njerëzores gjatë lojës tina në Big Brother, nuk e di se kush të thot që ka marrë mësime, thot që ka pas strategjie, ka planifiku loj, nuk e di që është një njeri empatik, një njeri që nuk ka tipare, vëdhem, të naj shregullime, mundet me shku deri në atë pikë sa me ja përmend nanën e vdekur dikujt, një personi që e dihet plus sa tragjikisht e ka humbë Eliona, edhe po që
për çmim, se bile ka një herë thot Arditi nëse s'gaboj, nuk lihet fytyra për çmim gjatë këtë kohës. Fiks, kemi dinamika tjera? Pa tjetër që po, ka ndodhë më në fund një puthje. Në fakt, s'po dihet a është sigur të puthje se marrë për cili ka të kamerës për e këqyrë, mes Benitës edhe mes Tonit. Edhe ndër të tjera Toni ja afrohet bijës. Ja, në mendoj, mu bashkë po më pëlqejnë në fakt. Po nuk është që s'po na pëlqejnë, po shumë e sforcuar nga ana e Tonit. Qre, di që kena bu pak më në tonë, ama ndodhë që baba i Tonit jem prapë në mesazh sot. Edhe mi të regua po e begenis Benitën ajo. Çka limu përmendë është që në këtë rast Toni ja afrohet edhe bijës thot Benitën e kam në zamër. Që kjo masin për lem veç hapsimin në këtu që është e bu për inatit bijas, edhe me hek në shtap vëmendjen e familjes së ti, brej rasit të ti me bijan. Ka gjithë Benitën si të duhur që ja pëlqen familja, sepse familja dashti dikë tjetër? E vërtet, ama qaj personit tjetër nuk e dashti idealin e familjes, pra na e pam që edhe në prajme një herë Eliona veç që të regoj që nuk ka simpati për Tonin. Toni është i limitum këtë rast, dhe loja atje vetme është me bodë dashur aty brenda? Me gjaz po, une nuk e di sa të sinqeta ndjenja as me syna, ama dyshoj, sepse me një herë do me thonë prej fokusit bijës që e pati, i tha baba jo, me një herë filloj me përqy dikën tjetër, tu e pas parasysh që Benita ka qenë prej fillimit. A jeni të e po, a jeni të e vrejt ju që Benitës i pëlqen pak ma shumë dikush tjetër se Toni? Është Klodi. Benitës i pëlqen Klodi, Klodi me lëndrimin janë një rahat. Nuk ka kërkush me interesu për këta dë. Benitës i pëlqen Klodi, ndërka që Klodit i pëlqen Eliona. Lëndrimit? Lëndrimit i pëlqen Klodi. Një farë... Eliona i pëlqen qa është kjo kënë. Qatë këti vikendi ma ka ndëshu që Klodi edhe, një lëndrimi janë miqë, janë shokë dhe s'kanë kur gjë heqë, sa i përket aty. Se përthu, se arritin... Se di, e kom arrin për fundim, i kom po asilet e tyne, edhe mu s'po m'duket që kanë diçka. Jo, bashkë ka tensionet e reja në fakt me as tyne. Nuk e di. Jo, është thjesht loje tyne. Në momentin që hini labi, banori ma i ri, u pa sa loje kanë kur Klodi e mërë ofër edhe ja prezentoj ke shpinë edhe tash lëndrimi, nuk është që bujke... Tash me njëherë kesh interpretuan se në të kesh kuptuan se dojnë vetë publika me i po që ashtu. Po që lëndrimi gjatë kretë kohës është ke pim brapa, dhe që si ti këshirë se ashtu edhe... Të bos kena për më nargë të neve, jo të bas kena pse aj po gjelozon në Klodin e gjonat të tila. Është thjesht loj për me na mbajt të, që po them, të pranë ekraneve, mi përcjell, po që në fund, unë po besoj që nuk do përfundojnë bashkë, sepse vish ka shoqënime së tyne. Os besoj asë, madje është Klodi që ka përmendur edhe të dashurën jashtë, ashtë pëdia ka fjallin për atë ishtë dashurën italianes, lja po ashtu, kemi pa që është deklaruar për mediat shqiptare gjatë vikendit. Jo, kjo e vish oportunist, u dash me u rikthyer në vëmendje, sepse unë për vetë hala mendoj që këta dy mundën me pas kimi shumë të mirë, për që betu më panë faksit që ka pëndodhë në vjem. Ama, do më thonë se përket natës së prajmit sot, përveç zarfit të kuq, në shtavlimin përmend që do të ketë me shumë gjas edhe hyrje të reja. Edhe janë 3 emra për cilët po aludohet, është Lim Hoti, cili pritej me hy të premte, për premten e patëm Labinot Haxhiu, që u bo pjesë, është tjetra Fjolla Morina. Për Fjollën ka jashtëzakonisht shumë video, ka jashtëzakonisht shumë komentime. Faktë dhe një mikë shumë afër të saj, e ka publiku një story ku ka thonë që do të hy VIP i parë në atë shtëpi për këtë edicion, edhe të e ditë se sa e lidhët është një gazetari showbizit ka qenë, që Labinot Limani cili ka thonë që do të hy VIP i parë, duke ditë që ajo shumë e afërt me Fjolla Morinën, po besoj që e ka... Unë shkryta nanës Fjollës të më njës, po nuk ma ka këty ala, se me Fjollën nuk kom vetë kontakt, po e një nanën, që të Selvete e një, edhe i shkryta e pyta më njëtë, po nuk më përgjegjen, qëre unë e menoj që Fjolla kish me qenë një për personazhe ma interesante të Big Brother, na e dina se sa virale në videot e saj, live-at e saj, për mu është një show ma interesant nështë që mundet me e pa dikush. Po përveç saj, përveç Fjollës është përmend edhe Brikena Selmani, sepse na e dina që dikush për Supernovës ishtë dash me bo pjesë e formatit. Rushe Zyba është folja zakonisht shumë, shkomentuar zakonisht shumë, pa jo me një intervjist fundit kështë tanë që ka projekte të tjera edhe nuk e ka në plan me hy në Big Brother. Po përveç kësaj, mendoj që Brikena kështë mujt me qenë një prej personazheve të Supernovës, sepse kena folë që Ajnura fitusja për shkak të gjuhës nuk ka me mujt me bo pjesë. Që këta e në 3 emra për cilët pa aludohet mas shumëti, pra është Limi, është Brikena edhe është Fjolla.
Unë mendoj që fjolla i kishë ndryshu krejt ujrat aty brenda. Të tri hyrjet i kishin ndryshu krejt ujrat, se të tri hyrjet janë shumë eksplicite nëse veç do t'jenë këta persona. Ama me këni shkap fjolla si kështë hy? Me këni shkap fjolla. Me shkurtën. Unë menoj me shkurtën edhe labinotin. Unë menoj që fjolla s'kish mujt kur qysh me bo me labinotin. Nuk e njo fjollën shumë si karakter, më bo shumë e sinqert, po aqë sap ma mërmenja nga disa intervista, unë e di që e kishë rritu labi. Ka shumë gjas. Unë e fjollën e kom taku disa herë, për një me është person tepër karizmatik, dhe me thonë nuk është një si fjolla tjetër. Po, ama, është person që shpërthen në moment. Ajo është jo, ne kena panë video në live, kur i bën akuzën nda jeshtë dashurit të saj, dhe me thonë reagimet të saj gjua për dorën, ka një herë ka pas dyshime dhe nëse është në regull psikikisht, por që më ne që është shumë e gashim për format. Nëse s'ka boj e kemi lidhe direkte, Regjia më konfirmoni edhe njerë në Ilirin. Po e kemi, mirë mëngjes në Ilir. Mirë mëngjese. Apo na dëgjon? Sa i mirë, qëfar mashkullet. Nuk e shumë në ka pasi fyrë për ukon mrena. Mirë mëngjes në Ilir. Përshëndetje, mirë mëngjes. Se dirisa as na dëgjove, na komentum pak për famin. Jo, nuk komentu, po Goxha të komplimentoj, nuk të komentoj, të komplimentoj, ta shumë i bukur djali. Po mdoke si ka dëgjua. Në fakt, unë e kom komplimentu prej momentit parë kër është futu, prenda është. Edhe pse ma bukur, po duke që të sësë në kamerat të shumë. Që për skuqë që i Goxha. Zakonisht në komentoj mashkuj. Ma shumë i komentoj qika. Që shme pas fatë në Ilir, që Goxha për të komplimentuar publikisht, se nuk e bën këtë gjë Goxha. Ska lidhe, të bukrës do të gjithmonë. Por nuk për është shok, kjo është problem. Nuk e din që shdukem. Shumë. Mund të kompliment duke si Alaudin në moment. Nuk tofë, dhe të gjoj. Edhe një herë, se nuk e dëgjum shumë mirë këtë pjesë. Nuk për është shok edhe po më duke si Alaudinin në këtë moment, vetëm ju të gjoj edhe nuk... Aha, ani dhe rikëti me shpisë, me gjas, halo pësi që keshtë që brenda shtëpisë, është shumë e frasë. Regullo mikrofon. Në lirë që shmë ndi është mas dalis, a e ke prit këtë dalje? T'jem qërtë nuk e kam prit. Nuk e kam prit. Për ta shti djojnë, na përdër ma shumë e po mrena shpisa, ja shpisa. A mrena shpisa. Mrena shpisa se e ka 24/7. Mirë mrena shpisa, të po. Po s'ka ndodhi, po. Më falë. A çfarë ndodhi? Pse mendoni që jeni jashtë? Pse me të jam jashtë? Nuk e di. Nuk e di, është, në fund është publiku, bajtë që vendos, por nuk prita se do jemë në dalja e kësaj javet. Ishte nga një mënyrë që edhe fajem, se e shfrytëzova rastin në mënyrën e duhur, kuptova vonë që si duhet të reagosh në Big Brother, kuptova vonë që në Big Brother është shumë e rëndësishme të flasësh me kamerat, jo me personin që ke përballë, por edhe besoj se edhe ishte hera parë për mua që po përballosha me një program, me një audiencë. Çka mendon që ka pika e kthesës që publiku nuk ka votuar mjaftueshëm për me qëndru brenda? Pase nuk... Edhe s'ka qenë i keqë në tojnë, zanë. Bravo. Bad guy. Ishte më e zhurmë shumë duhet, besoj se duhet, ka shumë rasti që duhet kundërshtosh edhe parë sy, edhe marrë sy, thjesht duhet marrësh pjesën në debate, u mundosha të iksha debateve pa sens, por prap je 24 orë i mbyllur me të njëjtit persona dhe nuk ka se ke shumë ku ikën aty në fundit. Kam prej banorëve nuk i mujt fare me duru kështu, hiq asë një muhabet nuk e dash me pas me ta. Ja dihet e din gjithë se Alba, absolutisht se Alba. Absolutisht se Alba, sepse në momentin që të flitë se me Alba në këtë një përgjigje se nuk kishte lidhje me pyetjen, thjesht e përgëzoj për artikulimin e saj, e përgëzoj sepse në fundit Alba ka bërë 2-3 programe më përpara, e din se si funksionon, e din se si duhet reagosh, e din se si duhet mash vëmendjen, por Alba. Alba, vëmendja saj gjithmonë. Mirë, nëse flasim pak për banorët aty brenda, tani kur ke dalë nga shtëpia, si po ishe? A janë të vërtet
ata banorës brenda si kurse ne që i shohim i perceptojmë jashtë? Ashtë komplet diqa ndryshe kur je mbrën edhe komplet diqa ndryshe kur je jashtë. Ne shikuset, ku po gabojmë ne? Kush mund tjetë aty ndoshta më shumë i mbi vlerësuar se sa që në realitet është? Apo ma fake? Ma fake. Nuk e di të mbret, nuk e di, ashtë... Dikush që kur ke dalë edhe ke paje befasu ke thonë, wow, se ke prit qohë popularitetin, komentet për të? Them të drejtën, nuk më ka rallë shumë sande do e shafë, sepse ditën e shtunën modeshtëria dhe në Kosovë, për shkak një emisioni, dje kam kënë shumë në lëvizje edhe sonë do shoh prajmin edhe do shoh që kam hup ma shumë, por brenda besot duhet jesh një aktor, ashtë edhe trysnia, presioni, ashtë edhe që i thu vetes si duhet t'jepsh diçka, po duhet t'jepsh diçka për 24 orë, nuk e di sa duhet, sa mund personi t'jetë aktiv, sa mund të lanë për 24 orë non-stop. Në lirë pak ama kënë shef finalist për i këtyne banorëve. E di që është pak herët në garë me folë, po kënë shef ti si pas ma të forti deri tash. Absolutisht, Flodin dhe Lundrimin i shot bashkë të dy finalist. Absolutisht, Flodin dhe Lundrimin. Me që jemi këto. Me që jemi këto. Ose ke dëgjuar që po flitet në rjetë, po dojnë në një farë mënyre, nështë edhe mi po bashkë, si qeftë. Mendon që ka diçka ka kimi mes tyre? Që keni mrejt i mrena. T'jemi sinqert, ata janë thjesht shok, të mirë janë shok, pa komplekse, si nuk e kanë ndrojtë. Si se pate ti një shok të tillë brenda? Më falë? Se nuk e pate ti përdom një shok të tillë brenda, pra me qenë sa veç loj. Bjem me thonë, pse je jashtë, njëjtë. Apo këpëton qka me përqë është pyetje ironizuse, se du me thonë që ato, na si kena pa me asnjoni prej të tjerëve shok një diçka e tillë, për në shamrana e dinamika tjera, s'po di. Pra ti mendon që janë veç shok? Jo, absolutisht, sepse unë e kam thonë edhe më para, është thjesht e ardhi labi dhe labi ishte që ai që tha unë ju shoh si çift, do delni si çift, edhe ishte një moment që vetë Klodi po nervozote, po do të mu ngatru me labin për këtë arsye, edhe unë i thash shiko se ti mund ngatrosh, por ke një rast që mund ta konfuzosh publikun, mund të bash një lojë edhe janë të dy çuna pa komplekse, të dy çuna që për shkak të lojës nuk e kanë problem qa flitet jashtë, mund të lozin edhe deri në limite bashkë. Shumë e vërtet. Mirë, flasim pak për Hygertën, sepse edhe Hygerta është një prej banorëve që unë e preferoj brenda asaj shtëpie. Kemi pa pak një, ndoshta më të afër ju të dy, se sa ndoshta me banorët të tjerë? Shiko, puna e Hygertës se më edhe shumë njerëz, puna e Hygertës ishte Albaja që filloi një lojë, filloi një thashe themit në e lirë, ty po të pëlqen Hygerta, pranoje, posha jo Alba nuk është të vërtetë, e vazhdo të jo, si Alba me ato metodet e saja, edhe thjesht të ardhi një pikë si po i pohosha çdo gjë që po thote Alba, edhe po të qesha me Hygertën, por nuk është se kishte diçka serioze, Hygertën ja respektoj shumë, edhe ishte thjesht një shaka Albës që unë thjesht pa masha, shakan. Nëse jo Hygerta, cila prej qikave të ka pëlqy brenda? T'jemi sinqert, se kam pas një pëlqim me taksisht për një vajzë, të gjitha për gjithë të mrekullueshme. Kush është më e bukur? Hygerta? Po. Hygerta, absolutisht. Pra simpatia jote ndaj saj është veç shoqërore deri në këtë pikë. Po. Me që nësemi në fond dhe ndoshta edhe një çështje tjetër për ta diskutuar shkurt me ju, gjatë kohës pra sa ju keni qenë brenda asaj shtëpie më 26 nëntor, ka ndruar jetë këngëtari Shpat Kastapi, cilin ju e kishit intervistuar pak kohë më parë dhe pse jeni ndje kur e keni marrë këtë lajm momenti kur keni dalë nga shtëpia? Tham drejtën një shumë keq, sepse përveç se Shpatin e kam intervistu pak kohë më përpara, por me Shpatin unë ishte një periudhë që në Tiranë kemi banuar të njëjti pallat, palestër shkoshim bashkë, kafen e mëngjesit, thuj se çdo ditë e kena pi bashkë, edhe më ka ardhur jashtëzakonisht shumë keq.
Edhe kur dole jashtë ishte shok që po më thonë, këngët e shpatit ishin aty mbrand, ju kënoshi ktheshit, ishte i fije moment i keq edhe për publikun. Unë vuna reja edhe një video banorët aty po knoshin, po ktheshin me këngët e shpatit, edhe ishte banori i Labinoti që në sytë e tij, në sjelljet e tij, mimikat e tij, po shifte se ai e kuptonte që nuk bën me fol, po unite keq edhe ai vetë, edhe jam ndje shumë keq. Edhe më gjej rastin me familje shpatit. Elir, të faleminderit shumë që këndo këto momente së bashku me ne dhe me shikuesit tanë. Përshëndesim shumë. Të presim në studio, Gonxha të prat në studio, kur do që ke mundësi marrë këtu. Udhtosha, por sigurisht next time do jem studio. Shumë faleminderit. Faleminderit shumë. Përshëndetemi me Eliren, jemi krejt në fund të programit, nëse keni diçka për të shtuar, ka qenë historia e Sasës, po, që e bëri ndoshta një bised me Edin, e që tregoj shumë çka. Po, e tregoj një situatë shumë prekse për të ku tha që nuk mundet me u banane dhe në atë moment veç se e patëm një shpërthim të emocional të saj. Unë po besoj që në rrëfimin e saj kemi me dëgju shumë a gjatë, sepse po veç po i kemi një farloj disa fjalë para se me pas rrëfimin, kështu që ndoshta edhe do ta kemi rrëfimin e Sasës ku tregon më gjërësisht, po si që kemi po, Big Brother din me ofru mundësi trajtimi, mundësi shumë të mira, edhe nëse veç është në të një, po them, shqetësim ose problem që mund të zgjidhet, ndoshta edhe të sa ketë shpërblim nga vëllai i madh. Ure dhe shpresoj se diçka shumë intime, edhe më nej që është shumë e guximshme për anës së Sasës me thonë që është publikisht. Sasa është e guximshme goxha. Absolutisht, me qemit e Sasa veç shkurtimisht, e kemi pa farë pajtimi dje me Labin, si jam përqafu. Labi fillon me Labin në treqen. Hisë nuk të pëlqen Labi, diçka Gonxha. Jo, mu nuk më pëlqen njerëz të këqij. Edhe nuk du mi vlerësu banorët aty brenda për njerëzillëkun që kanë, po për lojen, po Labi s'len hapësirë mja gjyku lojen, po thjesht veç aspektin njerëzor. Labi është i keq për mu. Si njeri keq që kallëzu brenda asaj shtëpia. Si kom pa momentet se ti të mirat, afërta, të ndihshme dhe empatin, mungon kjo të Labi. Që në mënej që nuk jenë gjana bardhëzish, pak ma e komplikume sa që më ndu se edhe ndonë të Jo, është shumë cinik në së veçanërisht për Labin, unë mi marë minutat e një televiziv për sponsorat e emisionit që kam të shajt, që i du shumë, po dhe juve i du shumë. Edhe na të dojmë ty. Mirë, po e presim Lorenën në studio. Moti mundësot nga To You, Tasty Food. Hajde Lorena, disponona pak. Moti këpjallët dhe me rezë